Dita e sotme është shumë e veçantë për Universitetin Shtetëror të Tetovës, i cili pikërisht sot po hap një kapitull të ri në librin e sukseseve dhe arritjeve të tij në lëmin e arsimit dhe shkencës. Por po aq e veçantë është për ju, të nderuar qytetarë të Kumanovës me rrethin, sepse ëndra e juaj e ka hmotshme për të pasur një tempull të dijes sot po bëhet realitet. Prandaj të nderuar të pranishëm më lejoni që në emër të stafit, udhëheqës, profesoratit dhe studentëve të Universitetit Shtetëror të Tetovës, t'ju shpreh mirëseardhje, t'ju përgëzoj ngrohtësisht për inaugurimin e objektit të ri të Fakultetit të Administrim Biznesit, këtu në qytetin e Kumanovës, i cili funksionon si njësi akademike në kuadër të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Kjo sot është një dëshmi se institucionet qeveritare, subjektet politike që përfaqësojnë ato institucione e kanë për prioritet ndërtimin e kapaciteteve shkollore, arsimore dhe në veçanti Universitetin Shtetëror të Tetovës, i cili është prioriteti kryesor i të gjithë neve, duke pas parasysh edhe vështirësitë me të cilat ai u ngrit deri tani. Ne besojmë se stafi akademik do të punon vazhdimisht në përmirësimin e kushteve dhe në krijimin e kapaciteteve të reja, duke pas parasysh ngarkesat që ka Universiteti i Tetovës me pagesat për qira, dhe këtu është një shembull se ai duhet përfundimisht si universitet të ndërton pronat e veta, ndërtesat e veta, që të ketë edhe lehtësime financiare. Qeveria do të mbështet vazhdimisht, mirë po, duke pas parasysh se Universiteti i Tetovës është një interes publik, ne kërkojmë që të kemi edhe një bashkëpunim dhe një kontroll publik, se këtu investohen paret publike, tollat publike, dhe pas këtij rasti shpresojmë se edhe kapacitetet në Shkup, gjithsesi kapacitetet në Tetov, duke pas parasysh Fakultetin e Ekonomisë dhe të Drejtësisë dhe raste tjera që më në fund ne kemi ambicje që me buxhetin e 2013-s do të përmbyllim të gjitha obligimet financiare që Universiteti i Tetovës të ketë kapacitetet e veta në të gjitha qytetet ku është i shpërndarë. Kemi obligim vetëm që sot në inaugurimin e këtij objektit grandios që paraqet tempullin e diturisë në kuadër të Universitetit Shtetëror të Tetovës, Fakulteti i Administratës së Biznesit në Kumanovë, si njësi përbërëse, me këtë respekt dhe nder që është dhënë nga ana e subjekteve të përmendura, që i njëjti institucion do të jetë në funksion të aftësimit dhe edukimit permanent të studentëve, jo vetëm ekskluzivisht të komunës së Kumanovës, kuptohet tradicionalisht në kuadër të strategjisë dhe politikës pragmatike, kisha me thënën, të rektoratit të Universitetit Shtetëror të Tetovës në krye me profesor Dr. Vullnet Ahmetin, do t'i realizojmë edhe ato synimet që t'i përfshijmë edhe ato viset që gravitojnë në afërsinë të komunës së Kumanovës, si që janë Lugjina e Preshevës, pjesa e Gjelanit, komuna e Haraqinës, dhe kuptohet në vazhdimsi duke i përfshirë edhe studentët të komunës së Velesit. Ne jemi të bindur se ki përkushtim i Universitetit Shtetëror të Tetovës kryen mundësi që rinia jonë, për nga kualiteti dhe përgatitja shkencore e profesionale, të jetë e barabartë me të rinjt që studiojnë në universitetet të njohura nga vendi dhe rajoni. Me rastin e hapjes së objektit të ri këtu në Kumanovë, të pronës, të tapi e cila është fituar me gjatë Universitetit Shtetëror të Tetovës. Prisi rilindasve Sanifrashri thoshte që një punë e mirë është më e dobishme se sa 1000 fjalë të mira.
Jo më larg se dje, të gjithë së bashku vendosëm Hasan Prishtinën të derdhur në bronz, mu në qendër të Shkupit. Ky adhetar shembullor i kombit shqiptar derdhi gjithë pasurinë e tij për të arsimuar shqiptarët. Ndërsa ne sot po e derdhim veprën e tij në bronz, duke e ngritur përmendorin që do ta mbajnë idealin e tij të gjallë për jetë e motë. Frymën e Hasan Prishtinës dhe të rilindasve të tjerë shqiptar, ne po e vijojmë sot në Kumanov. Gjithë dhe gjithmonë, kur ka qenë nevoja, Kumanova dhe Likova dhanë shlirimtar. Sot dhe në të ardhmen, Kumanova dhe Likova do të japë dietar. Ne nuk po ndërtojmë shkollat tona gjetë, por pikrisht në kazermat, në të cilat në të kaluarën e hidhur kanë simbolizuar laborator për plane u gurzeza ndaj shqiptarëve. Politika jonë është jo militarizëm, por arsim. Sot kjo kazerm po shndrohet në vatër të dijes, jo vetëm për shqiptarët e Kumanovës dhe Likovës, por për të gjithë qytetarët e vendit tonë. Ky fakultet paraqet dritare të mundësisë edhe për shqiptarët në luginën e Preshevës dhe nga Kosova, por jo vetëm. Dyerët e Universitetit Shtetëror të Tetovës të shpërndara nga Kumanova Gjernodibër janë të hapura për të gjithë. Në vigjilje të fillimit të manifestimeve për të shënuar 100 vjetorin e ditës lamurit kombëtar shqiptar, po mendohesha se veprim monumental mund të bëjmë ne për të shënuar këtë vit të madh për shqiptarët. Sot jam i bindur se kemi bërë zgjidhjen e duhur, sepse ndoqëm ëndrrën e rilindasve. I madhi na infrashri, na porositi që përpara mund të na shpjerë vetëm dritë e diturisë, dhe mu për këtë ne sot po realizojmë idealet e rilindasve duke ndërtuar shkolla dhe fakultete, duke mbjellur dituri në çdo vend ku jetojnë shqiptarë. Professor,